Në mesnatën mes 24 dhe 25 marsit të vitit 1999, gjatë luftës së Kosovës, forcat serbe vranë mizorisht shumë civil të pafajshëm dhe dogjën pothuajse tërësisht qarshinë e vjetër të Gjakovës, një nga asetet më të rëndësishme kulturore dhe ekonomike të qytetit. Flakët shkatruan 10 biznese dhe ndërtesa me vlera të mëdha historike, duke dëmtuar dukshëm një pjesë të identitetit të qytetit. Përveç dëmeve materiale, Adnat u vranë edhe civil të pafajshëm e banor të kësaj zone. Sitki Kurshëmlia kujton momentet të tmerrit dhe mënyrën se si i përjetoi ato. Unë qarsinë e vjetër përkujtoj një tmerr më të madh që në jetën time kur s'kum post. Jam kon këtu gjatë luftës krejt kohën. U kallë qarshia, jemi mundomi shtym. Në kanë njek policia, më kanë nullë tine në balë, me më vra. Këtu jenë të mjerët më të mdhaja. Kemi dasht me ikë, po shqy që si me ikë, si ishin kontra thunë krejt, në këshin vra tënve. Me malë shumë të madhë, me mërzi shumë të madhe, unë e përkujtoj këtë punë, mërzi madhë konë, me të tonë dretën. Po e malën të mëlesuvit e dektete, të shkullën në Doguqike, u konë zjam krejt zjam u konë. Mes tjera është Kurshëmlia përcolli edhe një mesazh për brezat të rinj, duke theksuar rëndësinë e kujtesës historike. Unë ju kisha këshillu rinjis, brezit të i dhe brezit edhe matrisis ata, kur mes mi harru këtë punë. Në mëndë se kanë përjetu, po mes mi harru. Se ju babët e vete, vlazit e vete, duhen mi u kujtu këtu sene. Jo për mu të me rru, po mi mojten manë. Që mu me sërbë, kur mësë me pas punë? Kur? Jenë rënë të jenë pështjelë, të jenë vrasë, jenë krejtë, të në zjezdat i kënë. Ndërkohë edhe Luan Maloku kujtoi disa nga momentet të kësaj ngjarje të kopshme të vitit 1999. Këtë qashia ka qenë e rënume, s'ka pas një njërë me dëpërtu. Asë si thonë edhe masat s'kan pas ka me hesë. Se që kënë e rënume me tela, me shtylla, me dugoj, me të kalla. Anej ka zhergat, kanë pas brasë, anej ka himet. Edhe atyre dëpërtun këto forcat e paramilitare, poliste, këta moshjakupte, shkeshin gjive gjitha ndaj të hesë. Sot, qërshia vjetër e Gjakovës është rindërtuar dhe vazhdon të jetë një nga pikat më të frekuentuara të qytetit, por kujtimi për atë natë tragjike mbetet i gjallë e i ngulitur thellë në kujtesën historike.